Reforma zgjedhore dhe ndarja e re territoriale mund të mbetën në tentativë për të zhvilluar me konsensus politik, pasi demokratët nuk shohin garanci për një produkt konsensual me Edi Ramën në krye të mazhorancës. Asnjë nga këto dy reforma nuk mbijeton dot në një sjellje parlamenti si kjo që kemi, ku çdo gjë bllokohet, çdo gjë refuzohet. Duhet përkthyer në një largim kësaj qeverisje, dorëheqje, krimin e qeverisë siç e tham, tranzitore, kujdestare, sido që tjetë teknike, që realizon në midis tjerave dhe reformën territoriale. Edhe pse me zbluve me kostumin politik që i karakterizon, disa prej deputetëve të Berishës mendojnë që bojkoti nuk është zgjidhja e dur për dy reformat që duhet të ndryshojnë thellësisht rregullat e lojës për zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato të parakohshme apo në kohën e tyre sipas parashikimeve kushtetuese. Po mendoj fuqimisht që janë dy reforma të cilat Partia Demokratike duhet patjetër që të marrë pjesë, duhet japim alternativën tonë. Largimin nga Komisioni i Reformës Territoriale ne e kemi vuajtur një herë, e kemi vuajtur me pasoja qoftë edhe elektorale. Ky qëndrim vjen jo vetëm për shkak të eksperiencës politike, por edhe për shkak të komunikimit me socialistët, të cilët nuk e kanë fshehur se ikja nga dialogu i demokratëve nuk do të jetë as hera e parë dhe as e fundit. Ku hym ne këtë bojkot tani? Vinë vetë, ikin vetë, ngrihen vetë, ulen vetë, shtrihen vetë, hidhen vetë. Puna tyre, shumë e thjeshtë. Ne kemi detyrën të udhëheqim. Zgjidhjen do ta gjejnë edhe reforma do të shojnë deri në fund të vetëm. Socialistët nuk shqetësohen nga kërkesat e Brukselit për gjithë përfshirje. Me formulën e gatshme, ne u ofruam, ata bojkotuan dhe vendin nuk mund ta lënë pa reforma. Duan të hynë nga dera hapur e tyre në tryez, bujrum gjithmonë. Por ne, peng, nuk na merr dot askush jo ata.